Do shohim. Ben, kthehemi në Kosovë. Po. Urime dhe Kosovës, fitoi edhe Kosova me Suedin. Fitore madhe. Ndoshta këtu mund ngjallin pak xhelozi, po Kosova ka ekip më të mirë se sa ne. Nuk them dot që trajneri i tyre, nuk e them dot se nuk jam në nivele profesionalizmi që të them trajneri fonda i tyre është më i mirë se sa Silvinho, por është ekip më i maturuar se ne. Dhe fitore me Suedin. Dhe çfarë më bën përshtypje, nga ana antropologjike, kanë trupa më sportiv se sa ne. Ndoshta mund t'i bëjmë xheloz ata që na dëgjojnë, po. S'ka jo, tonët janë dhëta? Janë tonët, po uroj të paktën ju i patë aty një pjesë e futbollistët tanë luajnë me shumë gjak, po doja që t'ishim fizikisht t'ishim... Ja pra Broja ka gjithat fizike dhe nuk po jep pritshmëri. Edhe Gjimshiti. Edhe Gjimshiti. Ka fizik shumë të mirë. Ajeti ka fizik të mirë, po nuk është fizik... Bajrami, po. Ka bën një tribim kur boni që umë edhe rastin, po sa bukur. T'ju them diçka. Gjithmonë unë sportistët e një ekipi kolektiv i shikoj pak si shërbimet policore në aeroporte. Imazhi i parë i një vendi, besoj ju e keni parë, edhe ju keni udhëtuar shumë. Imazhi i parë i një vendi është policia atij vendi. Rregullsia, fiziku, qoftë meshkuj, qoftë femër. Kur ka marrë këtu shumë vjet përpara dhe shkova për herë parë në Malzi, policët tanë me ato uniformë një bret të diti, po atë fjalë 20 vjet përpara. Kështu të fare të shërregullt të shkalafit komplet, pa pastër. Dhe sa kaluam policët e Malizi kishte 1000 probleme atëherë, po uniforma policisë ishte krek. Kanë limituar uniformën amerikane, po. Beni për shkuki Kosova. Patjetër. Si vlerëson rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë? A ishin ato të pritshme për ju dhe cilat janë fituesit dhe humbësit kryesorë në këta zgjedhje sipas jush? Nuk e besoja të kishte këtë konfigurim, po konfigurimi është shumë demokratik për sistemin zgjedhor që ka Kosova. Është një sistem që e përdor edhe Franca në pushtetin lokal, e përdorin dhe pak vende të tjera. Jep mundësi përfaqësimi shumë të madh të forcave politike, por mbi gjitha edhe një, të themi, respekt më të madh për individin. Kosova realizoi shumë mirë këtë dhe kanë një fat shumë të madh që ata numërimin e bëjnë në zonat zgjedhore. Dhe kjo i jep një lloj efikasiteti. Kuptohet edhe shumë shpejt rezultatin, po. Shumë shpejt, por nuk duhet ta ngrem kaq shumë sepse ju e dini këshillat komunal që janë të atyre do zgjasin pak, ndërkohë që do numërohen votat me kusht që i quajnë ata dhe votat që vinë nga diaspora, dhe këto mund bëjnë disa lëvizje për shembull në 2-3 komuna që kanë dalë me diferencë shumë të vogël. Është Prishtina, është Mitrovica e Jugut, është dhe një komunë tjetër, cilët janë fituesit e vërtet. Është pak një pyetje triki të themi, nuk e gjej dot fjalën shqip të kësaj, sepse çuditërisht vetëvendosja, me aq goditje sa çka marr në këto votime, ka ruajtur nivelin e 4 viteve më përpara, që është një nivel i dobët. Nuk ram mundus kur rapat. Jo. Pse? Kanë të njëjtën sasi votash, kanë marrë 3 komuna deri tash. Në këtë të vjetrën kanë 4 komuna dhe kanë ruajtur dhe janë në balotazh në 12 komuna, në të cilën në disa prej tyre janë sfidant të parë dhe në pjesën tjetër sfidant të dytë. Dhe kjo në një farë mënyrë tregon një lloj disiplinimi të elektoratit tyre. Vetvendosja është si detachment ushtarak. Dhe çdo urdhër i Zotit Kurti, pothuajse zbatohet. Por Zoti Kurti kohën më të madhe në këto votime harxhoi në Mitrovicën e Jugut, që donte ta përdorte si për të shkëput pak, jo për të